Dhe kjo është luftë e vërtet për vlerën më themelore të lirisë, që është vota e lirë. Besoj se bijem dakord për këtë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka vijuar akuzat e forta ndaj qeverisë lidhur me procesin zgjedhor të 11 majit, të cilin ai e cilëson si një farsë organizuar nga narkoregjimi Edi Ramës. Në një konferencë për shtyp, Berisha denoncoi përdorimin e grupeve kriminale në fushat dhe pretendoi se vullneti i qytetarëve është deformuar rënd. Ai theksoi se çdo ditë që kalon po dalin prova të reja dhe manipulimet zgjedhore dhe falenderoi komisionerët, numëruesit dhe vëzhguesit të opozitës që sipas tij po përballen me presione të mëdha, por po vazhdojnë punën me përkushtim. Berisha paralajmëroi se opozita po përgatit një luftë të fuqishme për të mbrojtur të drejtën e votës dhe për të zbuluar përpara publikut dhe ndërkombëtarëve manipulime që sipas tij kanë ndodhur më 11 maj. Në konferencën e tij, Berisha denoncoi dhe arrestimin e komisionerit të Partisë Demokratike Luan Tollozhina, duke e quajtur atë një akt hakmarrje politike dhe kurth policor dhe kërkoi lirimin e tij të menjëhershëm. E në fund, Berisha paralajmëroi se grupet kriminale që sipas tij kanë ndikuar në zgjedhje dhe zotëroi miliarda euro do të shpallen në organizata terroriste. Ligji do të jetë i pamërshirshëm ndaj tyre, apo ka marrë peng demokracinë dhe të ardhmen e vendit, deklaroi ai.